Ti ke tentuar disa herë të aplikosh, por në një rast të fundit që pash nuk ishe skualifikuar, ndërkohë që duket që e ke interesin, e ke zemrat ka mbetur në Shqipëri dhe dëshira për të kontribuar atje. Do të vazhdosh të kërkosh të përfshihesh në institucionet e drejtësisë në Shqipëri në rastin më të parë që do të ketë një mundësi tjetër? Faleminderit për pyetjen Ilva. Unë e konsideroj pjesën e reformës edhe njerëz dhe s'është vetëm sistem dhe mendoj që në sistem duhet të jenë njerëzit që besojnë tek reforma dhe kanë le të themi profesionalizmi dhe etikën e dur për të qenë atje dhe janë prej atyre i cili mbështet dhe duart troket çdo kandidat i cili apo ata të cilët sot janë pjesë e institucioneve të reja në drejtësisë apo ku diun gjykatës shtetuese apo gjykatës së lartë, meqense folëm. Kështu që duke besuar te kjo që le të themi sistemi bëhet më i mirë jo vetëm me sisteme më të mira, po me njerëz me etikë më të lartë profesionale dhe profesionalizëm më të lartë, mendoj që është thirrje për çdo që dëshiron të kontribuojë të jetë pjesë atje dhe në kuadër të kësaj thirrje që unë mendoj që është thirrje që natyrshëm vjen nga Shqipëria si nevojë, është një përgjigje kësaj thirrjeje, me thënë të drejtën, sepse po ta mendosh unë si Klod këtu ku jam s'më mungon gjë, as profesionalisht, as nga pikpamja e njerëzve të afërt e ku diun se çfarë, kështu që e konsideroj si një përgjigje thirrjeje të vendit në momentin që hapet një pozicion i tillë dhe pse jo. Në shumicë në dy raste që ishin më tepër dorëheqje nga ana ime sepse rrethanat nuk erdhën të tilla për ta vazhduar procesin, por nëse do të ketë në të ardhmen diçka të tillë, nuk e përjashtoj gjithmonë si një kontribut që në fund e di do të jetë barë për mua për pjesën këtej se jeton vetë jashtë dhe e kupton çdo të thotë, apo për pjesën e familjes, por atje ku atë dheu thret duhet me kontribu mendoj dhe unë besoj dhe kjo.